Faleminderit. Zonja Tabaku, keni fjalën të përgatitet ministra Ibrahimaj. Të nderuar kolegë, e nderuar drejtuese seancës, sot është nga herët e pakta në parlament, në fakt ku të dy anët e politikës po flasim njësoj. Po flasim me fjalët në fakt që duhet flasim çdo ditë, jo vetëm ditën që miratohet rezoluta. Një vend nuk bëhet më europian, parlament në fakt ku të dy anët e politikës po flasim njësoj. Po flasim me fjalët në fakt që duhet flasim çdo ditë, jo vetëm ditën që miratohet rezoluta. Një vend nuk bëhet më europian duke hapur kapitull letër, po bëhet europian duke ndërtuar institucione